Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, mbahet seanca e radhës paraprake për dosjen në ngarkim të Ilir Metës, Monika Kryemadhit dhe personave të tjerë. Në gjykatë janë paraqitur ish-deputetja Monika Kryemadhi, si dhe avokati i kreut të Partisë Liberale, Kujtim Cakrani. Kujtojmë se SPAK i mbylli hetimet me 28 korrik dhe dosjen e kaloi për gjykim në fund të gushtit. Hetimi përfshin 3 çështje të bashkuara në një dosje: aferën CES-Dia, lobimin e LSI-s në SBA dhe hetimin pasuror. Meta dhe Kryemadhi akuzohen për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mos deklarim të pasurisë. Pirro Xhixho akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë, të kryer në bashkëpunim, ndërsa nëna e ish-deputetes Fatime Kryemadhi për pastrim parash, së bashku me Ema Çokun. Meta ndodhet në burg që nga tetori 2024, ndërsa ndaj Monika Kryemadhit është vendosur masa e sigurisë, detyrim paraqitjeje. Ai ka kërkuar disa herë ndryshimin e masës së sigurisë dhe lirimin nga qelia, por kërkesat e tij janë rrëzuar nga të treja shkallët e gjyqësorit. Të mërkurën, Meta bëri sërish tankimim në apelin e GKKO kundër vendimit të dhënë nga shkalla e parë. Po ashtu, ai është drejtuar edhe gjykatës kushtetuese për lirimin nga qelia.